Dita e 19 e leximit të Biblës. Sot lexojmë Zanafilla 32 nga Zanafilla 33, Psalmin 36 dhe Mateu 13, duke filluar nga rreshti 1 deri në 30. Zanafilla kapitulli 32. Ndërsa Jakobi vazhdonte rrugën e tij, i dolën përpara angjit e Perëndis. Mbasi i pa Jakobi tha: "Ky është fushimi i Perëndis", dhe e quajti atë vend Mahanaim. Pastaj Jakobi dërgoi përpara tij disa lajmëtar, vëllait të tij Esau, në vendin e Seirit në fushën e Edomit, dhe u dha atyre këtë urdhër duke thënë: "Do t'i thoni kështu Esaut, zotërisë tim: Kështu thot shërbyesi yt Jakobi, unë kam banuar pranë Labanos dhe kam qëndruar aty deri tani. Kam qego, merë, kope, shërbyes dhe shërbyese, dhe këtë po ja tregoj zotërisë tim për të gjetur hir në sytë e tu." Lajmëtarët u kthyen pastaj te Jakobi duke i thënë: "Vajtën tek vëllai yt Esau, dhe tani ai po vjen vetë që të takohet me ty dhe ka me vete 400 burra." Atëherë Jakobi ne zuri një frikë e madhe dhe një ankth dhe ndau dysh njerëzit që ishin me te, kopet, baktin e trash dhe deven dhe devet, dhe tha: "Në qoftë se Esau vjen kundër njerit grup dhe e sulmon, grupi që mbetet do të mund të shpëtoj." Pastaj Jakobi tha: "O Perëndiati tim Abraham, Perëndiati tim Isak, o Zot, që më ke thënë ktheu në vendin tënd dhe pranë fisit tënd dhe unë do të bëj të mirë. Unë nuk jam i denj i të gjitha mirësive dhe i gjithë besnikërisë që ke treguar ndaj shërbyesit tënd, sepse unë e kalova këtë Jordan vetëm me shkopin tim dhe jam bërë 2 grupe. Çlirom të lutem nga duart e vëllait tim, nga duart e Esaut, sepse unë kam frikë nga ai dhe druaj se ai do të vi për të më sulmuar, pa kursyer as nënat as fëmijët. Dhe ti the: patjetër, unë do të bëj mirë dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si rëra e detit, që nuk mund të llogaritet se është shumë e madhe." Kështu Jakobi e kaloi natën në atë vend dhe nga ato që kishte në përduar, ai zgjodhi një dhuratë për vëllain e tij Esau: 200 dhi, 20 sjepa, 200 dele dhe 100 desh, 30 deve qumështore me të veçlit e tyre, 40 lop dhe 10 dema, 20 gomarica dhe 10 meza. Pastaj u dorëzoi shërbyesve të tij, shërbëtorëve të tij, çdo kope për llogaritë vet, dhe u tha shërbëtorëve të tij: "Kaloni para meje dhe lini një far hapësire midis një kopeje dhe tjetrës." Dhe i dha urdhër të parit: "Kur vllai im Esau do të takoj dhe do të pyes: I kujt je dhe ku shkon? Të kujt janë këto kafsh para teje?" Ti do t'i përgjigjesh: "Janë të shërbëtorit tënd Jakobit, është një dhuratë e dërguar zotërisë tim Esaut. Dhe ja, ai vet po vjen mbas nesh." Ai i tha të njëjtin urdhër të dytit, të tretit dhe gjithë atyre që ndiqnin kopen, duke u thënë: "Në këtë mënyrë do t'i flisni Esaut kur do ta takoni, dhe do t'i thoni: ja, shërbëtori yt Jakobi është duke ardhur vetëm pas nesh, sepse thoshte: unë do ta qetësoj me dhuratën që më paraprin e pastaj do të shikoj fytyrën e tij, ndoshta do të më pres mirë." Kështu dhurata shkoi para tij, por ai e kaloi natën në fushim. Por atë natë ai u ngrit, mori 2 gratë e tij, 2 shërbëtoret dhe të 11 fëmijët e tij dhe e kaloi vaun e lumit Jabok. I mori me vete dhe beri që të kalonin por ruan të gjitha gjërat që zotëronte. Kështu Jakobi mbeti vetëm dhe një burr luftoi me te deri në agim. Kur ky burr e pa se nuk mund ta mundte Jakobin, i preku skavrën e ijes dhe zgavra e ijes Jakobit u përdrodh ndërsa ai luftonte kundër tij. Dhe ai tha: "Lërm të shkoj se po lind agimi." Por Jakobi u përgjigj: "Nuk do të lë të shkosh në rast se nuk më bekon më parë." Tjetri tha: "Cili është emri yt?" Ai u përgjigj: "Jakob." Atëherë ai tha: "Emri yt nuk do të jetë më Jakob, por Izrael, sepse ti ke luftuar me Perëndin dhe me njerëzit dhe ke fituar." Jakobi tha: "Të lutem tregom emrin tënd." Por ai u përgjigj: "Pse do emrin tim?" Dhe kështu ai e bekoi. Atëherë Jakobi e quajti këtë vend
Peniel, sepse tha e pash Perëndim ballë për ballë dhe jeta ime u fal. Mbasi ai kaloi Penielin, dielli po ngrihej dhe Jakobi çalonte për shkak të hijes. Për këtë arsye, deri në ditën e sotme, bijtë e Izraelit nuk e han gilcën e kofshës që kalon nëpër zgavrën e hijes, sepse ai njeri kishte prekur zgavrën e hijes së Jakobit dhe pikën e gilçës së kofshës. Zanafilla 33. Jakobi ngriti syt, vështroi dhe pase po vinte Ezau, që kishte me vete 400 burra. Atëherë i ndau bijtë e tij midis Leas, Rakelës dhe 2 shërbyesve të tij. Në krye vuri shërbyeset dhe bijtë e tyre, pastaj Lean dhe bijtë e saj, dhe së fundi Rakelën dhe Josefin. Ai vetë kaloi para tyre dhe u përkul deri në tokë 7 herë, derisa arriti pranë vëllait të vet. Atëherë Ezau vrapoi drejt tij, përqafoi, u hodh në qafë dhe e puthi dhe që të dy qanë. Pastaj Esau ngriti syt, pa gratë e fëmijët dhe tha: "Kush janë këta me ty?" Jakobi u përgjigj: "Janë bijtë që Perëndia pati mirësinë t'i jap shërbyesit tënd." Atëherë u afruan shërbyeset, ato dhe bijtë e tyre dhe u përkulën. U afrua edhe Lea dhe bijtë e saj dhe u përkulën. Pastaj u afrua Jozefi dhe Rakela dhe u përkulën edhe ata. Ezau tha: "Çfarë ke ndëmën të bësh me tërë këtë grup që takova?" Jakobi u përgjigj: "Është për të gjetur hir në sytë e zotrisë tim." Atëherë Ezau tha: "Kam mjaft për vete o vllai im, mbaj për vete atë që është tëndja." Por Jakobi tha: "Jo, të lutem, në qoftë se kam gjetur hir në sytë e tu, prano dhuratën time nga dora ime, sepse kur pash fytyrën tënde për mua ishte një lloj sikur do të shikoja fytyrën e Perëndisë dhe ti më ke pritur mirë. Pranoje pra dhuratën që të është sjell, sepse Perëndia është treguar shumë i mirë me mua dhe unë kam gjithçka." Dhe nguli këmbë aq shumë sa që Ezau pranoi. Pastaj Esau tha: "Le të nisemi të fillojmë të ecim dhe unë do të shkoj para teje." Por Jakobi u përgjigj: "Zotria im, e di që fëmijët janë në moshë të vogël dhe që kam me vete dele dhe lopë qumështore. Po t'i mbajmë keq, qoftë edhe një ditë të vetme, ato kafsh kanë për të vdekur. Le të kaloj zotria im para shërptorit të tij, dhe unë do ta ndjek ngadalë me hapin e kafshëve dhe që më para prind, dhe me hapin e fëmijëve, dhe derisa të arrim dhe zotria im në Seir." Atëherë Ezau tha: "Më lejo të paktën të lëm me ty disa nga njerëzit e mi që janë me mua." Por Jakobi u përgjigj: "Pse ta bëj më këtë? Mjafton që unë të gjej hir në sytë e zotrisë tim." Kështu po atë ditë Ezau u rikthye në rrugën e tij drejt Seirit. Jakobi u nis në drejtim të Sukothit, ndërtoi atje një shtëpi për vete dhe kasolle për baktin. Prandaj ai vend u quajt Sukoth. Pastaj Jakobi, duke u kthyer nga Padan Arami, arriti shëndoshë mirë në qytetin e Sikemit në vendin e Kananit, ku ngriti çadrat e tij përballë qytetit, dhe bleu nga bijtë e Hamorit, ati Sekimit, për 100 copë paresh pjesën e fushës ku kishte ngritur çadrat e tij përballë qytetit. Pastaj aty ngriti një altar dhe e quajti El Elohei Izrael. Amen. Psalmi 36. E ka shkruar Davidi. Mëkati të pabesit i thot zemrës time: "Nuk ekziston asnjë frikë nga Perëndia përpara syve të tij, sepse ai gënjen veten e tij në kërkimin e fajit që ka kryer në urrëtitje ndaj tij. Fjalët e gojës së tij janë pa udhësi dhe mashtrim. Ai ka pushuar së qeni i urtë dhe nuk bën më të mira. Ai thur pa udhësi në shtratin e tij, vihet në një rrugë që nuk është e mirë dhe që nuk e dënon të keqen. O Zot, mirësia jote arrin deri në qiell dhe besnikëria jote deri te kret. Drejtësia jote është si malet e Perëndisë, edhe gjykimet e tua janë si një umnere madhe. O Zot, ti ruan njerëz dhe kafsh. O Perëndi, sa e çmuar është mirësia jote, prandaj bijtë e njerëzve gjejnë strenë në hijen e krave të tu. Ata ngopen me bollekun e shtëpisë sate, dhe ti u heq etje në përrojën e kënaqësive të tua. Sepse pranë teje është burimi i jetës, dhe me anë të dritës sate ne shohim dritën. Zgjatë mirësinë tënde ndaj atyre që të njohin dhe drejtësinë tënde ndaj atyre që kanë të drejtë nga zemra. Mos më vënd këmbën, kryelarti, dhe dora e të pabezve mos më martë me vete. Ja,
ata që kryen pa udhësi kanë rënë, i kanë rrëzuar për tokë dhe nuk mund të ringjallen përsëri. Amen. Dhe tani, Mateu 13, rreshti 1 deri në 30. Tani pa atë ditë Jezusi doli nga shtëpia dhe ul në breg të detit. Turma të mëdha u mblodhën rreth tij, kështu që ai hipi mbi një bark dhe ul dhe gjithë populli rrinte në këmbë në breg. Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në shëmbëltyra duke thënë: "Ja, një mbjellës doli për të mbjellë." Ndërsa po mbillte, një pjesë e farës ra përgjatë rrugës dhe zogjt erdhën dhe e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk kishte shumë tokë, dhe mbiu shpejt, sepse terreni nuk ishte i thellë. Por kur doli dielli, u fishk dhe u tha sepse s'kishte rrenjë. Një pjesë tjetër ra midis ferrave dhe ferrat u rritën dhe azun frymën. Një tjetër ra në tokë të mirë dhe dha frut duke dhënë, njëra 100 fish, tjetra 60 fish dhe tjetra 30 fish. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Atëherë dishepujt ju afruan dhe i thanë: "Pse po flet atyre me shëmbëltyra?" Dhe ai duke u përgjigjur u tha atyre: "Sepse juve ju është dhënë mundësia të njihni të fshetat e mbretërisë së qiejve, ndërsa atyre nuk ju është dhënë. Sepse atij që ka, do t'i jepet dhe do të ketë me bollëk. Dhe ndërsa atij që nuk ka, do t'i merret dhe ajo që ka." Prandaj, unë u flas atyre me shëmbëltyra sepse duke parë nuk shohin dhe duke dëgjuar nuk dëgjojnë dhe as nuk kuptojnë. Kështu, ndërta përmbushet profecia e Isaias që thotë: "Ju do të dëgjoni, por nuk do të kuptoni. Do të vështroni, por nuk do të shikoni. Sepse zemra e këtij populli është bërë e pandjeshme. Ata janë bërë të rënd nga veshët dhe kanë mbyllur syt që nuk shohin me sy dhe nuk dëgjojnë me vesh, dhe nuk gjykojnë me zemër dhe nuk kthehen dhe unë do t'i shëroj. Por lumë syt tuaj që shohin dhe veshët tuaj që dëgjojnë, sepse në të vërtet ju them se shumë profet dhe të drejt deshën t'i shohin gjërat që ju po shihni dhe nuk i pan, dhe do t'i dëgjojnë gjërat që ju dëgjoni dhe nuk i dëgjuan. Juve pra, kuptoni shëmbëltyrën e mbjellësit. Kur dikush dëgjon fjalën e mbretërisë dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i merr atë që është mbjellë në zemrën e tij. Ky është ai njeri që ka marrë fara përgjatë rrugës. Dhe ai që ka marrë fara në përgurishte është ai që dëgjon fjalën dhe e pranon menjëherë me gëzim, por nuk ka rrënjë në vetvete dhe është për pak kohë, dhe kur vin mundimi ose përndjekja për shkak të fjalës, skandalizohen menjëherë. Por ai që ka marrë farën midis ferrave është ai që e dëgjon fjalën, por shqetësimet e kësaj bote dhe mashtrimet e pasurisë ja mbysin fjalën dhe ajo bëhet e pafrutshme. Por ai që merr farën në tokë të mirë është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe jep frut dhe prodhon njëri 100 fish, tjetri 60 fish dhe tjetri 30 fish. Ai u propozoi atyre një shëmbëltyr tjetër. Mbretëria e qiejve u ngjan një njeriu që mbolli farë të mirë në arën e vet. Por ndërsa njerëzit po flinin, erdhi armiku i tij dhe mbolli egër nëpër grur dhe iku. Kur më pas gruri u rrit dhe jepte frut, u duke dhe egjra. Dhe shërbëtorët e padronit të shtëpisë ju afruan atij dhe i thanë: "Zot, a nuk e mbjell farë të mirë në arën tënde? Vallë nga doli egjra." Dhe ai u tha atyre: "Këtë e ka bërë armiku." Atëherë shërbëtorët i thanë: "A do ti të shkoj me ta shkulim?" Por ai tha: Jo, kam frikë se duke shkullur egjërën, bashkë me te do të shkullim edhe grurin. I lini të rriten bashkë deri në të korra. Në kohën e korrjes, unë do t'u them korsve: mblithni më parë egjërën, lidheni në duaj për ta djegur, por grurin futeni në ambarin tim." Amen. Dhe unë të bekoj me paqen e Perëndis, dhe ti je gruri që Perëndia e ka zgjedhur për ta mbajtur në ambar. Ti je bekim.